Fjalë të fshehta plagë reale si gjeste të vogla krijojnë pasiguri dhe zbrazëti në shoqëri. Shumë njerëz ndihen të shqetësuar pas bisedave edhe kur nuk ka konflikte të dukshme. Arsye shpesh qëndron tek mënyra se si komunikojmë. Fjalët e paqarta, nën kuptimet e fshehta dhe mospërputhjet mes gjesteve dhe fjalëve mund të krijojnë konfuzion dhe ndjenja të zhvlerësimit. Fraza të zakonshme si po ta them për të mirën tënde, s'është asgjë ose të kuptoj, por mund të duken të padëmshme, por kur përsëriten ndikojnë tek vetbesimi dhe ndjenja vlerës. Shumë herë ata që i përdorin këto fjalë nuk kanë qëllim të keq, por nuk dinë të përballojnë emocione dhe të shprehin empati. Ekspertët thonë se qëndrimi në marrëdhënie të tilla shpesh lidhet me familiaritetin. Njeriu mëson të pranojë një përzierje dashurie dhe zhvlerësimi si normale. Megjithatë, efekti emocional mbetet dhe mund të çojë në lodhje, pasiguri dhe humbje besimi. Mesazhi kryesor është të vëresh ndjenjat e tua brenda marrëdhënieve dhe të mos i injorosh, edhe kur nuk ka qëllim të keq. Mënyra si komunikojmë mund të lërë shenja të dukshme emocionale.